Pra, ju keni ardhur në shtëpinë muze të qytetit Shkodrës. Është vendosur një shtëpi karakteristike shkodrane, ndërtuar gjatë mesit të shekullit 19. Me këtë arkitekturë kanë qenë të gjitha shtëpiat shkodrane deri në fillim shekullit 20. Pastaj arkitektura ka ndryshuar plotësisht. Nga kjo arkitekturë, po themi, e stilit pak a shumë oriental në stilin e ndërtesave që ka qendra e qytetit Shkodrës, rruga kryesore e qytetit, ku është bërë sot pedonale, mund ta keni parë ose do ta shikoni gjatë ditës sotme, që ka një stil pak a shumë të stilit perëndimor. Ne kemi vendosur disa salla ekspozimi këtu, dhe do t'i shikojmë me radhë. Shtëpia shkodrane është gjithmonë ndërtesë dykatëshe, mjeshtit ndërtues janë dibrane që i kanë bërë. Shtëpia ka gjithmonë një obor përpara dhe një kopësht me fruta dhe me perime për ekonominë familjare pas shtëpisë. Obori ka përpara pusin dhe atë lugën që kanë lënë rrobat. Sandet që gjenë në tokë, në dhejë. Në një periullë, ku merë rëndësi të jashtëzakonshme, sepse është i vetmi burim nga kohat më të hershme të jetës njerëzore, që i takojnë kohës paleolitit dhe deri në mesjet. Ja, shikoni këtu në këto stendat objekte të periullës neolitike, shikoni ifeshin metalet, apo jo. Sepse lidhi ato një ori shkollore që merrin libra me objektet bronzit. Është periudha që përfshin 1 vjeçarin e dytë para erës sonë ose para Krishtit. Shikoni, sepse njerëzit tash kanë filluar me njoft metalet, me shkrim, me objekte me to sparet prej bronzit, pastaj në periudhë barroke dhe prej hekurit. Ja shikoni spatat shqiptare, spatat shkodrane, marrin emrin sepse është pikërisht vendi ku janë gjetur. Kurse kjo është një shpat që vjen nga kultura kreto-mikenase në Greqi dhe tregon për raportet tregtare mes të zonës tonë dhe të botës së Egjeut. Pastaj këtu keni enë qeramike, janë modelu me dorë, nuk ka akoma në përdorim qarku pra vegla që rrotullon atë baltën dhe që pjek dhe prodhon enët, por gjithçka është bërë me dorë të lirë. Pastaj këtu keni objekte prej metalësh janë kryesisht stoli. Besilyk, gjylpera, mbajtur flokët. Kjo është ajo mamuzja që vjen në kalorëse në femër, apo jo? Këto janë zbukurime në rrypin pelikurës. Pastaj këtu vim në epokën e hekurit, kur ka shema kultura e lire është konsoliduar, është forcuar dhe ka dallim prej kulturës e kohës së vjetër. Prandaj edhe ekonomia zhvillohet me tej, kultura ka një nivel më të lartë, shikoni hendë janë më të zbukuruar, janë më të bukura si forma, janë tipike ilire, nuk i ka as si popull tjetër i rajonit me përjashtim të ilirëve në epokën e hekurit. Këto janë kapse rrobash, e themi ne karfica, kapse për me mbajt rrobat. Në literaturën arkeologjike quhen fibula. Dhe me rreze. Këtu përfundon prehistoria, pra kur jeta njerëzore ishte organizuar si mas fiseve, si mas tribuve, pra me lidhje gjaku, dhe fillon jeta urbane ose jeta qytetare. Shkja është da puna se cili merret me një profesion caktuar, dikur më përpara gjithë njerëzit bajshin të gjitha punët, tashti bën mjeshta që po dikush merret me gjenderi, dikush me punimin e enëve. Urna, në arkeologji, urna. Të mishkrime latine, me gjerma latine, ilirët kishin gjuhën e tyre të folur duke nuk arritën ta shkruanin, përdoren të mishkrimet e gurëve varrëzore me gjerma latine. Kurse këto poshtë janë mesjetare, gurëve që nga koha ilire, deri në mesjetën e vonshme. Këto janë objekte që zbukuronin tempojt, magane. Këto janë tupacionet e ujësjelësit të kalas rëzafa. Gruaja, vajza dhe djali i vdekurit. Nuk prezentohet personet që vdes, por personat që kanë bërë varrin, që kanë përkushtuar varrin.
Kurse në fund janë 4 persona, lidhur dorë në dorë që kërcej një valle mortore, valle vdekjes. Një ritual pagan, jo valle gëzimi, po valle pikullimi. Po. Tu janë disa nga hynit, Afrodita, Artemida, Zana. Keni folklorin ton mushur me këtë hynin, apo jo? Shërbete me bë punime të ndryshme nga gati shtëpis me shekuj 18-19. Zakonisht përdoren për me punu mnafshë. Një traditë e vjetër e grave shkodrane. Punimi mnafshit natyral. Jeni duke vëjzeje. Vek. Pase kemi 4 loma, kuzhina, loma e djalit madh me gru dhe fëmijë, loma e djalit dytë martuar me gru dhe fëmijë, jeta ishte përbashkët, një familje e madhe patriarkale, por secili kishte dhomën e vet të vjetjes. Oda e pritjes, ose oda e vjetjes. Oda e qoshku, pa të rëgojnë qoshku shërbente, si familjes, po kishte atë zyren dhomën e vet. Tutë dhe këtu të shpjela po shikojnë dhomën e pritjes të shte. Asime do. Nëna? Në plaku pranë o gjakut, dhe të këmejriu, respektuaj shumë mosha. Kur kishte një huaj burat panjor, kur ishin të interesume në gjuhë bisedë së shkallë, gjiteshin sipër ati që qysh trapazani, dhe prej atje edhe dëgjonin, edhe shikonin, edhe gratë, edhe fëmijët. Kurse këto ishin miqë që priteshin metalike, kurse zonat qatare, kërët, dhe qytetet e tjera, këllajt fillimi shekullit 20, dhe e keni gru muslimane qytetare, burë katolik qytetare. Grua me valsive e dugagjinit, altëve, dhe burë e dugagjinës, jo altëve. Pra, 4 kostumet këtu keni qytetin, kurse këtë qifti kostumeve këtu janë të valsive të altëve. Shkoda për çdo sonë, po dhe qyteti ka pas modele, që daloshin si mas religionit, si mas besimit, por daloshin edhe si mas kategori sociale. Ndryshe i vishe një qytetari thjesht, ndryshe një pasanik. Ushqimet përgatiteshin në kuzhinë që është dhoma tjetër gjitur me këtë. Kurse kjo shërbente vetëm me në përdojnë, ku fude shpaja, që ndiseshin gjitha ato objekte që dushin për jetën martesore, dhe pastaj bashkë me ndruse në shpinë e burit. Tu kishte pasyre, ko bëj kreja flokve, lytë e buzët, tu veshin solit.